Prokuroria Themelore Publike ka nisur hetim ndaj 3 personave nga Shkupi për shkak se dyshohet se kanë blerë armë dhe kanë vepruar si grup i cili është bazuar në narrativa radikale. Ndërsa qëllimi sipas prokurorisë ka qenë që të hakmerren ndaj siç i kanë quajtur ata vëllezërve të tyre, të cilët ishin dënuar për krimin e organizatës terroriste vitin e kaluar. Sipas prokurorisë ekziston dyshim i bazuar se të dyshuarit kanë kryer vepër penale bashkim kriminal dhe vepër penale prodhim, posedim, ndërmjetësim dhe tregtimi pa autorizuar me armë ose eksploziv. Është e vërtetuar se ekziston dyshimi se personat organizojnë për hakmarrje të vëllezërve të tyre, të cilët vitin e kaluar ishin akuzuar dhe dënuar për vepër penale, organizatë terroriste. Sipas provave të mbledhura deri tani, të dyshuarit kanë vepruar në mënyrë të organizuar dhe koordinuar si grup me përcaktim të përbashkët ideologjik të bazuara në narrativa radikale. Gjithashtu shtojnë se ekzistojnë dyshime se janë ndërmarrë aktivitete për mbledhjen e parave nga vendi dhe nga jashtë dhe janë përdorur për propaganda aktivitete të shtetit islamist dhe blerja armësh. Bën me dije se dje janë kryer bastisje në disa lokasione në Shkup dhe gjatë tyre janë gjetur dhe sekuestruar disa armë zjarri, pajisje elektronike dhe prova tjera materiale. Për të dyshuarit me propozim të prokurorisë, gjykata ka caktuar nga 30 ditë para burgim.